Skandal në Bulqiz, dy vëllezër në garë për 325 milion lek. Festimi mjeshtri vjedha asfaltin e Shupensës e jep Bujar Murat, të dënuarit për korrupsion. Vjedhje të parave të Bashkisë Bulqiz, inaugurime, mashtrime për vota dhe kështu vazhdon ta përdor me mjeshtri pushtetin festime mjeshtri. Pas çdo foto jetë shkrepur pranë udhëheqësit, mjeshtri forcon pozitat e saj dhe njëkohësisht zhullumet me paratë që janë besuar të administrojë. Por ka një Bulqiz tjetër, jashtë festave dhe takimeve të Partisë Socialiste. Banorët e njësisë Shupensë ndjehen më të zhgënjërit. Në tetor të vitit të kaluar, festimi mjeshtri u shfaq disa herë dhe bënte inaugurime të disa rrugicave të ngushta fare, ku me zor shkëmbehen dy biçikleta. Vazhdonte traditën e paraardhësit Lefter Alla, që përfundoi në burg prej këtyre marifeteve. Dhe pa kaluar një muaj, banorët e fshatit Kovačić në njësinë administrative Shupensë kanë denoncuar shembin e rrugës së re. Rruga ishte inauguruar në tetor 2026 nga kryebashkiaka e festimit mjeshtri. Sipas banorëve, infrastruktura është jashtë çdo standardi dhe u prish nga shiu i parë që ra. Edhe këto ditë, kryebashkiaka e festimit mjeshtri vënë lojë qytetarët e Bulqizës me një tender fiktiv ku konkurrent janë dy vëllezër. Asfalti premtuar para zgjedhjeve vendore është fasada e pazarit me vëllezërit Murati me fondin e bashkisë prej 325 milion lekësh. Ky tender për asfaltimin e rrugëve në njësinë Shupensë ka nxjerrë në pa një element që ngre pikpyetje mbi konkurrencën reale në procedurë. Dokumentet zyrtare tregojnë se oferta më e ulët në garë u paraqit nga bashkimi i operatorëve Kegli Duri, Murati, Laçaj, por u skualifikua për mangësi dokumentacioni. Kontrata u dha më pas kompanisë Lis Konstruksion. Verifikimet në regjistrat publik tregojnë se kompanitë Murati dhe Lis Konstruksion kanë lidhje të drejtë për drejta familjare nëpërmjet vëllezërve pronari, Imer dhe Bujar Murati. Më konkretisht, po raportojnë mbi tenderin e Bashkisë Bulqiz, sistem asfaltimi disa rrugëve të lagjeve të njësisë administrative Shupensë. Procedura është vlerësuar nga Opondata Albania me flamur të kuq, pasi ka dyshime për korrupsion dhe favorizim fituesi. Data e njoftimit të tenderit ishte më 17 prill 2026 nëpërmjet Agjencisë së Prokurimit Publik, ndërsa procedura u mbajt më 4 maj 2026. Megjithëse kanë aplikuar 11 kompani dhe bashkime operatorësh ekonomik, kjo ka qenë thjesht formale, sepse komisioni ka bërë lojën e dy vëllezërve nga Bulqiza. Konsorti i kompanive Kegli Duri, Murati dhe Laçaj u skualifikua sepse nuk e kishin firmosur të tre marrëveshjen e notarizuar të bashkëpunimit. Ky subjekt kishte oferta më të ulët. Në fakt, ky është një konkurrent fiktiv, sepse Imer Murati, kompanisë Murati nga Bulqiza, është marrë vesh në shtëpi me vllajën e tij Bujarin për rolet në tender. Dhe në këtë mënyrë, Lis Konstruksion SHPK e Bujar Muratit, më 4 qershor 2026, është shpallur fituesi tenderit me firmën e festimit mjeshtri. Duke njohur personalisht të dy vëllezërit nga Bulqiza dhe duke firmosur vetë shpalljen e fituesit, festimi mjeshtri ka treguar guxim të madh, sepse këto janë dokumente që çojnë direkt në SPAK. Nuk është rastësi që mjeshtri bën korrupsion me Bujar Murati, që është personazh i dosjeve të drejtësisë. Prandaj le të flasim pak për të shkuarën e errët të Muratit, i cili shpërdoronte detyrën dhe përvetësonte fonde nëpërmjet firmës tij. Murati ka themeluar kompaninë e ndërtimit Euroalp në vitin 1999. Në vitin 2006, Murati adhuroi aksionet në masën 100% bashkëshortes së tij Doriana Murat. Në vitin 2009, Murati mbante postin e drejtorit të përgjithshëm programeve publike në Ministrinë e Brendshme, kur u arrestua për tenderin e uniformave të policisë. Drejtori kishte paracaktuar fituese kompaninë Gjergjefi me pronar Jani Gjergjefi. Në dhjetor 2009, gjatë operacionit prokurimi i fundit, u arrestuan edhe pronari i kompanisë Jani Gjergjefi, specialisti Redi Popesku, shefi i prokurimit në Gardën e Republikës, Tahiri Imami dhe biznesmenët Artan Berberi dhe Agur Sadiku. Sipas prokurorisë, tre biznesmenët do t'u jepnin një pjesë të fitimit tre funksionarëve publik në këmbim të shpalljes fitues të tenderit. Bujar Murati jo vetëm i shpëtoi dënimit, por në janar të vitit 2014 depozitoi një paditje civile në gjykatën e Tiranës duke kërkuar dëmshpërblim për ditët e burgut. Pas shkarkimit si drejtor prokurimish, arrestimit dhe më pas shpëtimit nga dënimi, Bujar Murati në dhjetor të vitit 2013 i rimerr sërish aksionet, tashmë nëpërmjet dhurimit nga bashkëshortja e tij. Është pikërisht kompania Euroalp, e cila ishte paracaktuar fituese e tenderit abuzim me vlerë 24 milion lekë për rehabilitimin e kanalit Ujitës në Bitaj të Lushnjës. Sipas dosjes, kompania Muratit e kishte fituar tenderin me dokumente të falsifikuara, me ofertë gati sa fondi limit përmes përjashtimit arbitrat të kompanive të tjera. Në korrik të vitit 2021, Murati u arrestua me urdhër të SPAK për afera me tender me ish kryebashkiakun e Lushnjës, Fatos Tushi dhe grupin e tij. Theksojmë se pas arrestimit të dytë, Murati ia shet sërish aksionet e kompanisë gruas së tij. Megjithatë, tenderi korruptiv për kanalin e Ujitës në Lushnjë mund të jetë maja e icebergut. Vetëm gjatë 4 viteve 2017-2021, kompania Bujar Muratit herë vetëm dhe herë duke u bashkuar me kompani të tjera e shpallur fituese të pak 6 tendera në total me vlerë miliona euro. Nga këta 66 tendera, kompania Bujar Muratit 18 tendera i ka marrë me procedura të dyshimta. Këto tendera karakterizohen nga mungesa e plotë e garës dhe skualifikimi në blok i gjithë konkurrentëve të tjerë. Murati është jo vetëm zhvatës serial i fondeve publike, por nuk ka humanizëm. Mori tenderin 2.5 milionë euro për të rregulluar një pallat në Durrës të krisur nga tërmeti i vitit 2019 dhe e la pa riparuar. Banorët u detyruan të pagonin nga xhepi për të mbaruar punimet. Të revoltuar, ata shkuan në SPAK u bën kallëzim për kompaninë. Historia nisi më 12 prill 2021, kur bashkia Durrës shpalli tenderin për riforcim godine, bani 12-13 katë mbi tokë dhe një katë nën tokë. Rruga Jaja Ballhysa me numër kod GIS 32 me fond limit 227 milion lekë ose rreth 2.5 milion euro me procedurë të kufizuar.
përfunduar. Ky fond ishte akorduar për riforcimin e njësisë të banimit në ndërtesat që ishin klasifikuar si godina të papranueshme që kishin nevojë për punim me rikonstruksione. Kompania Euroalp kishte ndryshuar tashmë emrin zyrtar dhe quhej Lis Konstruksion SHPK. Bujar Murati ai kishte dhënë aksionet gruas së vet Doriana Murati, e cila në 2012 do t'i dhuronte mesës së bashkëshortit Erilda Murati, e bija e Imer Murati. Ky është pronari i një tjetër kompanie ndërtimi, Murati SHPK. Më pas në 2013 Mbesa do t'i dhuronte aksionet Bujar Muratit, i cili do të rimerte kontrollin e kompanisë për t'i dhuruar më pas kompaninë bashkëshortes Doriana Murati. Kuptohet se këto transaksione fshin gjurmë të fitimet të korrupsionit me tenderat. Nga dëndat e qendrës kombëtare të biznesit rezulton se në vitin 2013 kompania Lis Konstruksion ish Euroalp e Bujar Murati do të fillonte procedurat e bashkimit nëpërmjet përthithjes me kompaninë Murati SHPK në pronësi të vllajt e vet Imer Murati. Ky proces deri më sot nuk ka përfunduar. Pas dokumenteve zyrtare, Murati SHPK ka përgjegjësi për kontratat e punës të siguruara nga Euroalp, sot Lis Konstruksion. Dhurimi i aksioneve dhe ndryshimi i emrit ka ndodhur në periudhën mars-prill 2023, 2 vite pas operacionit të prokurisë posaçme 2021, ku arrestoi kryebashkiaku Lushnjës Fatos Tushe. Zyrtari kishte favorizuar kompaninë Lis Konstruksion ish Euroalp për një tender të akorduar nga Bashkia e Lushnjës. Në rastin konkret, së bashku me ish kryebashkiakun u arrestua edhe Murati në akuzë për falsifikim dokumentesh e kryer në bashkëpunim. Tani që paratë e rrugëve të Shupenzës, kryetaria mjeshtri ja ka dhënë Muratit, jemi të shqetësuar edhe për fatin e projektit. Banorët duhet të hapin syt dhe të mos presin që asfaltin t'u shem shiu.